Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shëmbur me shpërthim të kontrolluar 3 vila në zonën e Saukut të Tiranës, duke pretenduar se bëhej fjalë për ndërtime pa leje. Por dokumentet zyrtare tregojnë se objektet ishin ndërtuar në përputhje me ligjin dhe kishin marrë leje ndërtimi të miratuar nga autoritetet kompetente. Sipas të dhënave, ndërtimi i kompleksit rezidencial është kryer në bazë të lejes së ndërtimit me numër R1539 fraksion 4 për projektin kompleks rezidencial me objekte banimi 1, 2 dhe 3 kate, me 1 dhe 2 kate nën tokë, me pishina, basen ujor, mur rrethues dhe kabinë elektrike. Referuar dokumentacionit, sipërfaqja totale e ndërtimit të miratuar është 13.666.6 m2 mbi tokë dhe 10.314.9 m2 nën tokë. Pas kësaj lejeje, subjekti zhvillues, kompania Austrian Construction Albania ShPK, në bashkëpunim me Lani ShPK, si subjekt ndërtues ka aplikuar në vitin 2023 në Bashkinë e Tiranës për ndryshim të projektit ekzistues, pa ndryshuar parametrat themelor të lejes, si numrin e kateve apo sipërfaqet ndërtimore. Ndryshimet kishin të bënin vetëm me fizionominë arkitektonike dhe funksionalitetin e brendshëm të objekteve. Në relacionin shpjegues të lejes, thuhet se projekti synonte zhvillimin e një kompleksi modern banimi me standarde të larta ndërtimi dhe infrastrukture bashkëkohore. Megjithatë, pavarësisht kërkesës për miratimin e ndryshimeve nga Bashkia e Tiranës, institucioni nuk ka dhënë përgjigje, duke shkaktuar vonesa dhe kosto shtesë për biznesin. Nga verifikimet në terren, rezulton se sipërfaqja aktuale e ndërtuar është madje më e vogël se ajo e miratuar, 13.094 m2 mbi tokë dhe 9.199.1 m2 nën tokë, duke përjashtuar mundësinë e ndonjë ndërtimi shtesë jashtë lejes. Reshti i vilave që duket i shtuar në pamje, në fakt nuk përbën shtesë ndërtimi, pasi hapësirat ndërmjet godinave janë më të mëdha. Kështu edhe pse duket se janë 3 vila më shumë, sipërfaqja e përgjithshme rezulton më e vogël se ajo e miratuar. Pavarësisht këtyre fakteve, IKMT ndërhyri me forca të shumta policie dhe procedurë të menjëhershme, duke shembur objektet në një akt arbitrar dhe duke ngjallur terror ndaj pronës private.